Në hollin e gjimnazit 18 tetori në Lushnjë, nën moton Art dhe Tradit, u zhvillua një aktivitet festiv me pjesëmarrjen e 95 gjimnazistëve, të veshur me kostume popullore nga të gjitha trevat shqiptare. Aktiviteti solli atmosferë të zjarrt për festat e 28-29 nëntorit, me koreografi, valle çame e kosovare dhe këngë të tabanit shqiptar. Nën kujdesin e drejtorit Leonard Greku dhe të ideuar nga mësuesja Rovena Dhima, eventi u kthye për të dytin vit në një traditë që promovon kulturën dhe identitetin kombëtar në mesin e të rinjve. Të pranishëm në aktivitet ishin kryebashkiakja Eriselda Sefa, përfaqësues të ZVA-s, mësues dhe nxënës nga shkolla të tjera, të cilët u entuziazmuan nga energjia e performuesve dhe përkushtimi i stafit pedagogjik. Kryebashkiakja Sefa përshëndeti organizatorët dhe vlerësoi kontributin e shkollës 18 tetori në ruajtjen e vlerave tradicionale dhe kultivimin e ndjenjës adetare në brezat e rinj. Gjithmonë kënaqësi të jetë në ambientet e kësaj shkolle, e cila është gjithmonë krenaria të gjithëve ne, por bukur se në kuadër të festave të nëntorit të realizohet një aktivitet i tillë art dhe kulturë, s'ka gjë më të bukur se sa të përqosh te brezat e rinj këtë kostumografi të jashtëzakonshme, por patjetër edhe të dërguash traditën e bukur të valles dhe këtë gjë ti vetëm ta bën një njeri i jashtëzakonshëm, ashtu siç është mësuese Rovena, e cila është nga aset jo vetëm për shkollën, por edhe për gjithë qytetin. Kam një falënderim shumë të madh për secilin nga mësuesit e kësaj shkolle, patjetër dhe drejtorin, të cilën me punën e tyre të valodshme bëjnë që kjo shkollë gjithmonë të jetë në pjedestalin e shkollave të bashkisë tonë. Patjetër një falënderim për drejtoreshën e arsimit, e cila në kaq pak ditë që ka këtë detyrë, na ka emocionuar me shumë aktivitete dhe më lejoni sepse s'ka më bukur se në këtë aktivitet që unë të kam mundësi të uroj dhe gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar festat e nëntorit. Aktiviteti vijoi rrjedhën e tij me performanca të tjera artistike, që sollën emocione dhe krenari për vlerat shqiptare. Në fund, përpara mikrofonit të televizionit Apollon, mësuesja organizatore Rovena Dhima dhe nxënësit pjesëmarrës u shprehën se ky aktivitet nuk ishte vetëm festimi 28-29 nëntorit, por një mënyrë për të mbajtur gjallë trashëgiminë kulturore dhe për të rritur ndjenjën e identitetit kombëtar tek të rinjt. Ata falenderuan drejtorin Leonard Greku dhe të gjithë mbështetësit për krijimin e kësaj atmosfere të jashtëzakonshme që i dha jetë festave kombëtare në shkollë. Atë për vitesh ne kemi diskutuar kulturën e promovimit të talenteve, dhe sot patëm kënaqësinë të shijojmë një spektakël të vërtetë, ka këta nxënës të mrekullueshëm. Një milion shumë të veçantë kam për mësues të shkollës. E cila ka ditur të udhëheqë dhe të adorojë emocion të pafund, duke menaxhuar 100 nxënës. Është lehtë menaxhosh 100 nxënës. Një falënderim shumë i veçantë shkon te nxënësit tanë. Neve kemi folur sot nëpërmjet këngës dhe valles. Besoj se mesazhi ka shkuar të gjithë se sa e madhe është Shqipëria jonë dhe sa e bukur, nga njëra trevë në tjetrën, që pasqyruan kaq mirë të gjithë nxënësit tanë. Si arritet të përshëndetoni të gjithë vallet tradicionale në shumë valle të bashkuara? Në fakt ky projekt u realizua tani në nëntor, por ka nisur që në shtator. Jemi munduar që mos të kaloni në përsëritje përderisa folklori ynë ka kaq shumë valle të pasura dhe ka filluar që nga përzgjedhja dhe pastaj përpunimi i teknikës për secilën valle. Patjetër që jam e gatshme gjithmonë për të marrë pjesë në aktivitetet që realizon shkolla dhe për sa i përket të risive, është një punë e ndërtuar bashkë me Zysh Rovenën dhe bashkë me pjesëtarët e tjerë që bashkëpunojnë. Atëherë kjo aktivitet, sipas mendimit tim dhe sipas mendimit të gjithëve, ishte për kryer edhe ishte zhvilluar në një mënyrë të përkryer nga mësuesja e kërcimit dhe unë mendoj që është një aktivitet i mirë për të bërë në shkolla, sepse jep nxënësve një gjë të re për të shpalosur talentet e tyre, si për shembull siç është valli.